Mirëmbrëma të nderuar shikues. Mirë se po takohemi nga kjo studio pas maratonës së mbrëmshme ku komentuam dhe analizuam rezultatin e zgjedhjeve lokale. Tani e kemi edhe më qartë rezultatet përfundimtare për shkak të numërimit të pothuajse të 100% të votave nga zgjedhjet e djeshme. Për të vazhduar diskutimin se çfarë pas zgjedhjeve lokale, ne kemi kënaqësinë që të ftuar në studio ta kemi zëvendës kryeministrin Arben Fetaj. Mirë se erdhët zoti Fetaj, kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit për ftesën. A jeni të kënaqur zoti Fetaj me rezultatin e zgjedhjeve lokale nga dita e djeshme? Po e filloj me një pyetje hapëse dhe gjithëpërfshirëse, pastaj për të vazhduar diskutimin për çështje tjera në mënyrë detale. Po rezultati është saktësisht në suazat të pritshmërive. E kemi ditë se do fitojmë në çdo vend dhe ndodhi parafërsisht kjo. Madje jemi tallë. Nganjëherë edhe gjatë tubimeve kemi thënë që BDI do e lëmë me plasnicë dhe parafërsisht jemi aty. Zoti Fetaj, ju para se të vini këtu, kemi përcjellur në rrjetin tuaj social, brenda ditës mbase keni shkruar 2 herë dhe keni apostrofuar 2 ish liderët tuaj. Ju keni kërkuar nga publiku që të informojnë 2 ish liderët tuaj që heshtja zgjedhore ka përfunduar. Zoti Fetaj, heshtja zgjedhore thyhet përmes statuseve në Facebook apo përmes punës në terren? Po heshtja zgjedhore është një ditë para zgjedhjeve. Tash po bën 24 orë gati nga shpallja e rezultateve të para, për sa i përket zgjedhjeve lokale, dhe unë e shoh që Taravari, Sela, Ali Ahmeti vazhdojnë të heshtjen. Ata ende nuk kanë dalur të komentojnë rezultatin e këtyre zgjedhjeve që flas shumë. Kjo më nuk bëhet fjalë për humbje, po bëhet fjalë për një fiasko që edhe sqaron sepse nuk dalin para kamerave, sepse realisht, siç e shkrova në një nga postimet, ata janë barazuar me zero, ata janë barazuar me hiç. Zjadin Sela tha diku po më duket me një emision televiziv, Arben Fetaj është një hiç. Hiçi sot është shumë e qartë se kush është. Sot unë shoh që Sela ka 0 komuna, Taravari ka 0 komuna. Komuna e Gocivarit? Komuna e Gocivarit, procesi ka dështuar në Gocivar. Procesi ka dështuar në Gocivar dhe aty do shohim tash çfarë pozicionimi do mbaj KSZ-ja dhe si do vazhdon procesi më tutje. Valbon Limani shpalli fitoren në mbrëm. Shpalli fitoren, po ai nuk paska qenë informuar se nuk ka patur census. Pra 2 partitë që në Gostivar në vitin 2021, pra kemi patur diku si koalicion Aleancë me alternativën, i kemi patur 13.000 vota, BDI ka patur diku 15.000, po anasjellës, mos më kapni për fjalë tash, nuk kanë arritur të mobilizojnë as për të arritur censusin në Gostivar, që flet jashtëzakonisht shumë edhe për keqeverisjen që ka ndodhur aty, për pakënaqësinë e skajshme të qytetarëve të Gostivarit me qeverisjen e Taravarit dhe për mungesë bazike të informacionit nga ana e tyre. Nuk mund shpallët një fitore kur nuk arritët censusi prej 33%, 1/3 e votuesve të regjistruar në Gostivar, apo në cilën do komunë. Kështu, zoti Fetaj, e filluam pa plan me Gocivarin, se zakonisht kur përmenden komunat shqiptare, filloj me Likovën e deri në Struk, prandaj po kthehemi aty prej nga vini edhe ju. Çfarë ndodhi zoti Fetaj në komunën e Likovës? Kishit një kandidat, u futët në garë, bët një fushat intenzive, një parafushat që pasaj vijoj edhe me fushatën zyrtare, por ja që rezultati doli që nuk ishte në anën tuaj. Unë shoh që në komunë Likova, siç e thatë ju, patëm një ofertë shumë të mirë për qytetarin. Nezhbedin Sadiku si kandidat për kryetar komune dhe Lirim Jashari, nipi i komandant Kumanovës për barcë të listës. Bëm një fushatë shumë të mirë, ndër më të mirët duket, më evropianët që pam gjatë kësaj fushate zgjedhore, por se fatkeqësisht banorët e komunës së Likovës vendosën të japin një mandat të tretë kryetarit nga radhët e BDI-s aty, zgjodhën të vazhdojnë korrupsionin, të vazhdojmë keqeverisjen, të vazhdojmë trajtimin fyes që e ka marrë komuna e Likovës në vazhdimsi nga ana e BDI-s për 23 vite me radhë. Mu vjen keq për banorët e komunës së Likovës, siç vjen keq edhe për banorët e komunës së Kërçovës, ku ishte parafërsisht e njëjta gjendje, patëm skandale me përgjime që flisnin për skandale të lloj-llojshme morale, korruptive e kështu me radhë. Kërçovarët vendosën të votojnë Fatmir Deharin në vend të Fatmir Limanit. Është keq për këto 2 komuna që Likova edhe më keq me që ka kaluar në rund të parë, por kjo është zgjedhje e qytetarëve. Me zor nuk mund të ndihmosh askë.
Unë në Likov kam parë po ashtu që ka pas fenomene si që ka patur në të kaluarën, ku është blerë vota në mënyrë industriale, veçanërisht po derisa nuk kemi zoti Vedaj fakte konkrete në këto, mbeten në çështje të paragjykimeve, po ne le të ngelim te ajo se filluam me pyetjen se a jeni të kënaqur? Ka indicie mjaft të qarta. A jeni të kënaqur nga rezultati i zgjedhjeve lokale? Ju të thatë po. Dhe thatë që ka qenë në soaza të pritshmërive. A ka qenë në soaza të pritshmërive humbja në Likov? Betejë në Likov ka qenë, kemi ditur, prej në start që është betejë jashtëzakonisht e vështirë për shkak të specifikave të komunës së Likovës, për shkak se tash, deshëm apo s'deshëm, aty ka qenë një bastion i BDI-s, njerëzit janë manipuluar, janë abuzuar për vite me radhë, dhe ndihimi që ka patur komuna, qoftë përmes punësimeve, kontratave, kështu me radhë dhe ban vetë. Është një elektorat pjesën e BDI-s ka ishmërisht klientelist dhe kanë arritur t'ja dalin. Vlerësoni se elektorati është i manipuluar. A ka ndodhur kjo edhe në komunat ku ka fituar koalicioni Vlen? Po jo, nuk ka ndodhur kjo. Ne jemi në qeverisi për 15 muaj, 16 nështë apo bëhen tash. Nuk kemi patur, ne nuk e kemi shantazhuar askënd të del në tubime. A ekzistojnë gjasa që BDI nga pozicioni opozitët të shantazhojnë qytetarët? Të blej votë sigurisht ekziston. Edhe të shantazhojnë, aty ku ka shantazhu ne kemi vërtetu këtë gjë, kemi vërtetu në komunë Likovës, në mëndë si kanë detyruar simtarët të dalin në tubimet BDI-s. Kjo është e faktume. Nuk po diskutim këtu për dyshime, janë të faktume këto gjë. A ndikon humbja ose rezultati në Likov saktësisht në pozicionin tuaj që shtroni pozicionin më të lartë në shtet? As pak, unë besoj që lëvizjet e mia të muajve të fundit më kanë dhënë të drejtë, koalicioni Vlen ka fituar çdo kund me disa përjashtime shumë të vogla. Struktura ime, struktura që vazhdoj në Vlen është pjesë përbërëse vendimtare e fitores në shumë komuna të koalicionit Vlen, dhe unë besoj që nuk ka, më thënë, asë një ndryshim përsa i përket pozicionit ton në qeverisje, sepse kemi kontribuar po në Saraj, po në Qaje, po në Tetor, në Teash, në gjdo komunë në fitoret e kandidatëve, që janë kandidat të koalicionit Vlen, nuk janë kandidat, në Nexhmedin Sadiku nuk është kandidat i Arben Fetajt, është kandidat i koalicionit Vlen. Daud Memishin në Teash nuk është kandidat i Bilal Kasamit, është kandidat i koalicionit Vlen, i përkrahur nga strukturat e gjitha partive. Këtë kemi thënë kërë kemi shpallë kandidaturat, edhe si që keni parë, nuk jemi qasur kandidaturave në baza partijake, por në baza të koalicionit. Asë një kandidat nuk është identifikuar me një subjekt të veçantë, por vetëm se me koalicionit. Sa do, zoti Fetaj, që ju i përmeni këtë në mënyrë sipërfaqësore, normalisht që edhe në negociata që keni pasur, zakonisht dihet për secilin kandidat se prej cilën e ka parti amë përkundër koalicionit Vlen që akoma nuk është një subjekt i zyrtarizuar. Po në këtë drejtim, zoti Fetaj, ju kishin një kandidat pranë komunën e Likovës si Aleancë për Shqiptarët në kuadër të koalicionit Vlen ku ju bëni pjesë. Pos Likovës ju kandiduat edhe me Bashkim Bakiu në Shkup. A jeni do të kënaqur nga ky rezultati, zoti Bakiu? Edhe disa të tjerë. Po, patjetër, veç e veç do t'i përmendim se cilin prej tyre, po vazhdoj me Shkupin. Pra prej Likovës, në Likov, kandidati cilin e keni deleguar dhe mbështetur ju si Aleancë për Shqiptarët, pasaj edhe mbështetja e tërësishme e koalicionit Vlen, nuk ka arritur të marrë rezultatin cilin do të kishte qenë i pritshëm dhe i kënaqshëm për ju. Jo, besoj që është rezultati jashtëzakonshëm. Rezultati jashtëzakonshëm. 27.000 vota janë gërmolluar nga Bashkim Bakiu, ai është 2.000 vota larg hyrjes në ballotazh, është në epërsi në raport me kandidatin e BDI-s, është fitore e pastër, do jemi, si që keni parë sot edhe njoftimin, në bashkëqeverisje në qytetin e Shkupit. Që do të mbështesni kandidatin e VMRO dhe PMN-s në raundin e 2? Kandidatin e koalicionit qeverisës padyshim po. Në qytetin e Gosivarit dhe të Vrapçishit gjithashtu kanë qenë kandidat që kanë buruar nga Aleanca për Shqiptarët, pjesë e Aleancës për Shqiptarët të cilën aktualisht ju e udhëhiqni. Çfarë ndodhi, zoti Fetaj, në Gosivar dhe në Vrapçisht? Madje ta përmendin një sekuencë në mbrëm kur kisha të ftuar këtu analistë dhe teksa po diskutonin për çështjen e Vrapçishtit dhe i pyeta të pranishmit se a e njohin kandidatin e koalicionit Vlen në Vrapçisht, asnjëri prej tyre
nuk e njohën kandidatin me cilin ju keni garuar. Para se të mërim të Gostivari dhe Vrapçishtit, ti qasim me radhë, geografikisht, me që filluan nga Likova dhe vazhdoni drejt Perëndimit. Para asaj e kemi Bogovinën, në Bogovinë kandidati është po ashtu antar i Aleancës për Shqiptarët dhe ka fituar komunën e Bogovinës. Në Vrapçisht dhe në Gostivar, dy kandidatët janë të përkrahur nga koalicioni Vlen, nuk janë kuadro partijake të asnjërit subjekt. Sebajdin nuk ka qenë, Sebajdin Dauti në Gostivar nuk ka qenë antari i asnjë partije politike, ka qenë një profesionist, noter, në periudhën e fundit, paraprakisht në gjykatë të Gostivarit, para asaj ministri i punëve të brendshme, pra kuadër puro profesional dhe asesi lidhur me një subjekt politik. E njëjta është edhe me avokatin Mehmet Seferi në Vrapçisht, i cili është kandidat i koalicionit Vlen dhe nuk i përket asnjëras parti. Ka dhe kandidat të tjerë, si që dini, që i kanë këto karakteristika. Jo, keni ju kandidat cilët edhe kanë garuar si të tillë si të pavarur, ndërkaq Sebajdin Dauti dhe kandidatin në Vrapçisht nuk kanë qenë, nëse kanë qenë pavarur atë në garë janë futur me mbështetje të plotë kandidat të koalicionit, thash. Të koalicionit Vlen, dakor. Si qëndron puna me këta, pse është një rezultat jashtëzakonisht i dobët edhe i zbehur që po e tham në start. Gostivari dhe Vrapçishti nuk e kanë arritur censusin. Mbi gjitha, kjo është dështim i qeverisjes aktuale në ikje, edhe në Gostivar, edhe në Vrapçisht. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për mos arritjen e censusit aty, sepse kjo flet mbi gjitha për zhgënjimin e qytetarëve të këtyre dy komunave. Dakor, nëse ju nuk mbani përgjegjësi, a peshon aq koalicioni Vlen në Vrapçisht edhe në Gostivar? Unë thash, kjo flet për zhgënjimin e qytetarëve të dy komunave. Dakor, e qartë kjo mirë, po votat që kanë arriti grumbullojnë këta dy kandidat, a e reflektojnë peshën reale të koalicionit Vlen në atë terren, në atë zonë, apo ka qenë çështje e një planifikimit apo strategjie tuaj që mbase fitoren e keni pasur larg dhe të shkaktoni një bojkot me paramendim për mos arritjen e censusit? Unë përsëri po e them, kjo flet për zhgënjimin e skajshëm të banorëve të këtyre dy komunave. Mora rezultatet e vitit 2021 në start i diskutuam, ku thash se në Gostivar dy bloqet, Aleancë me Alternativë dhe BDI kanë patur 28.000 vota bashk, sot kanë dalë 17.000 vota në kuadër të AKI-s. Pra këtu diçka nuk është në rregull. Këtu dikun jemi te votat e BDI-s jemi. Unë nuk mbaj përgjegjësi për faktin se Taravari nuk ka arritur të nxjerrë 30.000 votuesit e tij në Gostivar. Dakor. Në komuna tjera, zoti Fetaj, si qëndron situata? Ju në fakt nga rezultatet e mbrëmshme që komentuam dhe kemi përcjellur drejt për drejt, edhe nga përfundimi i numërimit total, del që koalicioni Vlen, pjesë të cilit jeni edhe ju në cilësinë e liderit, ka arritur të siguroj 5 komuna në raundin e parë. A është fitore bindëse kjo për koalicionin Vlen? Përveç 5 komunave të fituara pa balotazh, pra qysh në raundin e parë, janë edhe shumë komuna tjera ku jemi një përsi shumë të qartë. Këtu bajnë pjesë Bogovina, siç e thash, ku do shkohet në raund të dytë për shkak të numrit të votave të pavlefshme. Këtu bën pjesë edhe komuna e Tetovës, ku e përsia është mbi 4.000 vota më duket. Është edhe komuna e Dibrës, ku jemi shumë në përsi ndaj kandidatit të pavarur, dhe kjo besoj që edhe kjo është temë për diskutim. Zjadin Sela dhe BDI janë në pozitën e tretë në Dibër, që flet shumë për, më thonë, po natyrën e këtij koalicioni që nuk u pranua të qytetarët. E njëjta ka ndodhur edhe në Gostivar, e njëjta ndodhi edhe në Dibër, po edhe në Strug duket e njëjta, sepse aty kandidati i pavarur që përkrahet nga ne është bindshëm në epërsi. Unë e shoh që në fund, siç e thash, BDI mund ngelet me 2-3 komuna, ndërsa ne jo, BDI aktualisht i ka 3 komuna. Cilat? Komunën e Likovës, komunën e Plasnicës dhe në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim atë të Gostivarit. Po nuk e ka Gostivar. Nuk ka census Gostivar. Çashkën nëse do kishte thënë Çashkën, prandaj edhe pra është si sukses historik, po unë nuk Çashka nuk është komunë fituar nga AKI, edhe do vërtetohet kjo shumë shpejt. Lista e këshilltarëve që ka sjell votat për kandidatin e zgjedhur të Çashkës është listë e përbashkët e të gjitha subjekteve. Aty janë duket 4 këshilltarë tashmë të zgjedhur nga radhët e AKI-s, 4 nga radhët e Vlen,
dhe ka aty edhe Sela më duket 1 apo 2, Taravari 1 apo 2. Mos mu kapni për fjalë përsëri, pra fitoria në Qashk është fitore e shqiptarëve, as si fitore e AKI-s. Në Qashk u Ndërsa Gostivari nuk është fituar. Pra Gostivari nuk shkon, në raund të parë, po as në raund të dytë, sepse nuk ka census. Çfarë ndodhe në Tetov, pse zoti Vetari mendoni që zoti Kasami, edhe në fushatën që keni pas zyrtare, edhe ju jeni dëgjuar, teksa janë thurr lavde e lozhe për punët që ka bërë zoti Kasami në Tetov. Si duket, ju keni vërejtur më shumë punë se sa qytetarët atje, apo në fakt ka qenë çështje që e keni bërë prej zorit për shkak se e keni partner koalicioni? Pse zoti Kasami nuk arriti të kalojë në raundin e parë? Jo, unë besoj, është fitore kurgja e thellë e Bilal Kasamit në raport me AKI-n, bëhet fjalë për 4.000 vota dallim. Besoj që fitoria e tij në rrethin e dytë në balotazh është e padiskutueshme. Qysh tash është e qartë që në Pollog nuk ka më BDI, në Pollog nuk ka më Taravari dhe Sela hiq e ma hiq, dhe se gjitha komunat në rajonin e Pollogut do jenë komuna të koalicionit Vlen. Për punë të Bilal Kasamit, të janë paraqitur publikisht, janë mbi 60 projekte, të cilët janë zbatuar vetëm në periudhën e fundit 15 mujore përmes fondeve të ndara nga qeveria. Këto janë fakte, nuk ka margjin për interpretim apo diskutim këtu. E flasim për miliona euro investime. E përmendën paraprakisht qytetin e Strugës, pra kemi në një situatë ku me një ngarë të ngushtë pra kanë kaluar në raundin e dytë, Arsim Dalipi, kandidati mbështetur nga Aleanca Kombëtare për Integrim, dhe zoti Mendi Qyra si kandidati pavarur, i cili nga kjo studio ka deklaruar që gëzon mbështetjen e koalicionit Vlen, pra nuk është identifikuar si kandidati juaj, por ka thënë gjashëm që ka mbështetjen e qeverisë, ka kërkuar mbështetje prej LSDM-s, prej BDI-s, pra ka dalë që është një kandidat për te linjave partijake. Çfarë ndodhi në Strugë nga gjithë kjo mbështetje e kërkuar dhe ofruar, pse nuk kaluat në raundin e dytë, zoti Fetaj? Unë besoj përsëri në Strugë, Mendi Qyra, siç e thatë edhe ju vetë, si kandidat i pavarur, nuk është kandidat partijak, nuk ka qenë pjesë e asnjërit subjekt, është biznesmen i cili ka kërkuar përkrajën e koalicionit Vlen dhe ka kërkuar përkrajë edhe nga sektori biznesit, po edhe nga votuesit Maqedon e kështu me radhë. Qeveria është koalicioni Vlen, kjo pjesë realisht nuk është çështje për debat. Unë besoj që historikisht nuk mbaj mend kur është fituar Struga në rreth të parë. Është një qytet që për shkak të specifikave të veta çdo herë ka nevojë për 2 runde, as më tepër që kësaj radhe sa ishin 8 kandidatë apo se mbaj mend 8 kandidatë në lista me sa më kujtohet, dhe kur vota ndahet aq shumë ndërmjet 8 kandidaturave, është e natyrshme që mos ketë koncentrim në një vend. Përse, tash është trendi është i qartë, Mendi Qyra ka arritur të grumulloj 10.000 vota në raundin e parë dhe fitoria e tij në raund të dytë besoj është evidente. Dakor. Çfarë po ndodh në komunën e Korçovës? A jeni penduar që si koalicion Vlen keni nxjerrë një kandidat tuaj dhe cili është hapi apo plani juaj për raundin e dytë? Jo, asesi nuk jemi penduar. Besoj Fatmir Limani ka bërë një fushat të shkëlqyeshme. Gjatë kësaj fushate u zbuluan përgjime të kryetarit aktual të komunës së Kërçovës. Qytetarët e Kërçovës megjithatë vendosën edhe përkundër fakteve tashmë për afera morale, korruptive e kështu me radhë, të japin më tepër përkrahje kryetarit aktual se sa Fatmir Limanit, edhe kandidati i pavarur shqiptar grumulloi një sasi konsiderueshme votash, 3.000, nuk e mbaj mend, është 3.900 vota. Këtu përsëri bëhet fjalë për shpërndarje shumë të madhe të votës shqiptare dhe pasoja është kjo, që Mbrëm temë diskutimin në këtë tavolin ka qenë që komuna e Korçovës ka qenë, pra kanë qenë pretendimet të analizëve që ka qenë pjesë e pazarëve politike mes koalicionit Vlen dhe VMRO. Asgjësi, totalisht e pavërtet. Kush e thot këtë? Analizat
të cilat i kanë bërë analistët nga kjo studio, duke pretenduar që mbështetjen që ua ka ofruar VMRO DPMN koalicionit Vlen në komunat të tjera, ajo mbështetje është këmbyer me faljen apo dhënien e komunës së Korçovës. Kjo është një shpifje. A është qasje korrekte? Kjo është shpifja, kjo nuk guxojnë thuan gjëra të tilla në studio, duhet marrin përgjegjësi njerëzit që e thonë këtë. Mbi çfarë baza e thonë këtë? Mbi baza të analizave të situatës konkrete që për herë të parë komuna e Korçovës rrezikon fushat për të fituar komunën e Korçovës, në rreth të dytë në komunën e Korçovës shkon kandidati i BDI-s e ta fitojnë. A do ta mbështesni ju? Fatmir Limani ka folur për këtë, djem duket ka dhënë deklaratë. Edhe sot, po ajo deklaratë ka qenë e konkretizuar. Deklarata që le të fitojë më i miri, këtë e thot secili. Mirë, po partitë politike kanë përgjegjësi më të madhe se kjo, e aq më shumë kur bëhet fjalë për. Do shohim. Unë për momentin e vetmja deklaratë në lidhje me rundin e dytë në komunën e Korçovës është ajo e Fatmir Limanit. Ne si shtabi koalicionit Vlen duhet të ulemi përsëri dhe të nxjerrim qëndrim. Në këtë moment jemi ende, siç e shihni, në fazën e analizave të rezultateve, ka shumë paqartësi edhe për disa vende. Për sa i përket Korçovës, besoj do kemi qëndrim të qartë gjatë ditëve në vijim. Çfarë ndodhi në komunën e Botelit, zoti Fetaj? Kishim një kandidat shqiptar në garë, kundrejt tij ishte një kandidat i VMRO DPMN-s. Po. Kë e keni mbështetur ju si koalicion Vlen? Besoj aty ne kemi patur një kandidat i cili për arsye administrative është dashur të tërhiqet nga. Edhe për këtë çështje ka pasur pretendime se është bërë në mënyrë të qëllimshme apo në mënyrë të planifikuar nga ju si partner koalicioni. Përsëri është shpifje e ulët, kushdo që shpif kësaj duhet të jap argumente, përndryshe duhet të përballet me ndonjë pasojë, sepse nuk mundesh të shpifësh në këtë mënyrë pa patur asnjë bazë. Mirë po, a reflekton çështje serioze zoti Fetaj që koalicioni Vlen mos i di ato procedura administrative edhe ta bëj këtë gabim? Ju nuk keni garuar vetëm komunën e Botelit. Gabimi ka ndodhur, administrativisht është dashur të tërhiqet kandidati dhe ne kësaj kemi bërë edhe shërbim BDI-s. Urdhojnë le ta fitojnë komunën e Botelit. Votat shqiptare janë grumbulluar te ata, diku 4763 vota, le të vazhdojnë betejën në rundën e dytë. Si shkoi bashkëpunimi zoti Fetaj me VMRO DPMN në këtë zgjedhje lokale, sepse jeni partner të ri, mbase ka pasur edhe prej jashtë janë vërejtën, mbase ju prej brenda keni funksionuar ndryshe, po janë parë edhe probleme ose pengesa në procesin e funksionimit tuaj, për cilat i ka deklaruar edhe zoti Taravari publikisht, por tani si partner të ri të koalicionit qeveritar, si ju shkoi ky bashkëpunim në zgjedhjet lokale? Interesant që e citoni Arben Taravarin, nuk e di kush e merr ende seriozisht Arben Taravarin. Ai vazhdimisht ka gënjur për të arsyetuar këtë turp që e ka bërë. A ka gënjur edhe kur keni qenë bashkë ju me të? Ka pas raste ku e kam parë publikisht duke gënjur, por nuk është, kjo është pjesa private, pastaj edhe nuk du të futem aty. Bashkëpunimi, tasha flasim për bashkëpunimin në nivel të qeverisë apo flasim për bashkëpunimin në zgjedhjet lokale? Në zgjedhjet lokale, sepse kauza e juaj në zgjedhjet e kaluara parlamentare të 8 majit ishte që koalicioni Vlen identifikohet me 100% vota të pastra shqiptare. Po edhe ashtu del tash, nëse i marrim ne rezultatet e këshillave, Mbase numrat nuk e thonë këtë zoti Fetaj. Votat, ja, bedin të lutem, nëse i marrim rezultatet, pra, për kryetar dhe për lista të këshilltarëve, unë e shoh që ne si koalicion Vlen kemi diku dallim listën 2000 vota dallim ndërmjet listave tona për këshilltar dhe listave tona për kryetar komunash. Dhe e njëjta ndodh edhe nga ana e BDI-s. Pra, për shembull, për të marrë një shembull konkret, në komunën e Çajirit mund t'i krahasoni rezultatet e Izet Mexhitit me Bujar Osmanin dhe t'i krahasoni ato me rezultatet e listave për këshilltar të koalicionit Vlen
dhe të BDI-s dhe do e shihni që edhe Izet Mexhiti edhe Bujar Osmani janë plus 2000 vota në raport me listat e tyre. Mirë, se për Bujar Osmanin ata kanë pasur edhe koalicion në frontin evropian vitin e kaluar, pra ju që i keni identifikuar si koalicion multietnik. Jo, po kjo është trendi i përgjithshëm. Për shembull, në komunën e Sarajit ka reflektuar që koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim ka arritur të mobilizojë më shumë vota në numrin e listave për këshilltar. Ose të marrim një raport tjetër, shembull tjetër do marrim, se flasim me numra, mos flasim me numra, po me flasim analiza hipotetike. Komuna e Sarajit, zoti Tetov. Lista jon 16.000 vota, Bilal Kasami 19.000 vota. Plus 3.000. E kujt janë këto 3.000 vota, zoti Fetaj, me që po flasim për numra? Tetov, AKI, 13.000 vota për listën, 15.200 për kandidatin e tyre. Në Tetov, në favor të zotit Kasami, të kujt janë? Si? Këto 3.000 vota, kjo diferencë, kjo dallim nga listat për këshilltar edhe për kryetar komune, të kujt janë këto 3.000 vota? Po, njëjta pyetje shtrohet edhe për kundër kandidatin. Ama nuk mund të spekuloj tash, ama nuk mund spekulojmë ta di se kush. Do ta pyesim edhe palën tjetër, natyrisht. Kush se ka votuar listën, por e ka votuar Bilal Kasamin, kush se ka votuar listën se ka votuar listën e BDI-s. Pse zoti Fetaj e keni të fshirë të thoni që janë të partnerit tuaj qeverisës? Ju pak para me shumë lehtësi edhe korrektësi përmendet që jeni në koalicion qeverisës me vëmëron të vëmëron. Kjo është në suaza të analizës që duhet të bëhet. Kanë kaluar vetëm 24 orë, nuk i kemi parë ende, dhe më thonë, numrat saksisht, se si sqarohet që Bujar Osmani del plus 2.000 në raport me listën e BDI-s, si sqarohet që Izet Mexhiti del plus 2.000 në raport me listën e koalicionit Vlen. Të bëhet, dhe më thonë, punë në nivel të sektorit analitik, të shohim vend votim për vend votim se si sqarohet e përsia, në zgjedhje lokale është krejt e natyrshme në çdo vend që kandidati për kryetar komune merr më tepër vota se lista. Këto a janë vota maqedone, a janë vota turke, rome, kështu me radhë, në këtë moment nuk mund ta them. Okej. Nga Aleanca Kombëtare për Integrim mbrëm, mbase humbje në komunat të cilat kanë pretenduar fitore, e kanë arsyetuar ose e kanë balancuar me një realitet me që po flisni vetëm për numra. Ata thonë që kanë arritur mbi 20.000 vota të jenë në përsi kundrejt koalicionit Vlen në nivel vendi. Për ta zhvarë si llogarit, ka hapësirë për të interpretuar. Besoj që për numrimin e votave ka vetëm një metodë. Numërojnë votat edhe atë shifra. Abedin, ka shumë finesa aty, nuk mundet të flitet në termat përgjithshëm. Komuna e Plasnicës, çfarë komune është? Çfarë votues janë aty? Në komunë të Butelit ne nuk kemi pasur kandidat për kryetar. Në komunë të Çashkës jemi tërhequr. E ka fituar për herë të parë një kandidat shqiptar komunën e Çashkës, lista ka qenë e përbashkët. Si llogaritën ato vota? Unë thirrëm në numra të tjerë, që janë numra më të saktë, që janë që për kryetar. Zoti Fetaj, përmendet një moment shumë interesant. Vetëm ta kryj. Unë e shoh që për kryetar komunash, pa Gostivarin dhe Vrapçishtin që nuk janë të vlefshme, nuk është kry procesi zgjedhore, nuk mund të numërohen ato vota, ne kemi 94.000 vota për kandidat për kryetar komunash, ata i kanë 92.000. Jemi 2.000 në e përsi, për lista, ndoshta janë pak në e përsi, po mos harrojmë që BDI-ja ka mbi 30.000 vota. Ne ndoshta kemi rënje në raport me zgjedhjet parlamentare. 15.000 vota. Por rënja jonë është rreth 10.000 vota. Rreth 15.000 vota. 30.000 vota rënje. Pra shkurja e Taravarit atje ka rezultuar në minus 30.000, që na krijon neve një epërsi prej 20.000 në raport me zgjedhjet parlamentare. Po nuk është që nuk kjo është analiza. Po shkuarja e Taravarit atje nuk është që nuk ka dëmtuar as pak edhe juve si koalicion Vlen. Nga 107.000 vota, kur i humb 30.000 vota në njërin anë dhe po e zëm 10.000 vota në anën tjetër, rreth 10.000. Rreth 10.000 sipas analizës. Po mirë, a e numëron Plasnicën edhe Çashkën apo çka numëron aty? Tash ne nuk po identifikojmë në përkatësi etnike zyrtare. Votat janë numër. Po Abedin, ne s'kemi pas listë në Çashkë, s'kemi pas listë në Butel, nuk kemi pas listë në
Plasnic, nuk kemi pas listë, dikun edhe diku tjetër është një komunë ku nuk kemi patur listë, pra nuk mund të interpretohet që ata edhe në Karposh kanë vota. E përmendet një moment interesant ku tha që jemi tërhequr në komunën e Qashkës, ndërkaq në fillim të... Lista është e përbashkët. Po, dakord, dhe tha që kemi tërhequr kandidatit tonë. Nuk kemi nxjerrë kandidat. Ashtu u shprehet. Po, nuk kemi nxjerrë kandidat. Nuk kemi nxjerrë kandidat në Qashk. Lista që e ka përka aty ka njerëz të Vlelit, të BDI-s, të Selës, të Taravarit. Shumë akt kombëtar edhe i ndershëm edhe i nevojshëm që ka rezultuar me një rezultat të tillë ku kandidati shqiptar ka fituar në komunën e Qashkës. Sepse paraprakisht në fillim përmendet që është një fitore që nuk është vetëm e AKI-s në Qashk, po fitore e përbashkët, edhe shumë mirë që ka ndodhur kështu. Po pse nuk vepruat me të njëjtën strategji edhe në komunën e Kërçovës, zoti Fetaj? Po kur ka vepruar BDI me të njëjtën strategji në komunën e Kërçovës? Pse si pyesni ata pse nuk veprojnë, po pyesni. Po jo natyrisht që do t'i pyesim ata. Sepse ata e kanë pasur kandidatin e tyre aty. Po, edhe ne nxorëm kandidat, po atë kandidatin e pavarur. Po tash rezultati po del, kandidatin e pavarur. Rezultati aktual janë në rreth të dytë, le ta fitojnë komunën e Kërçovës. Po, mbase edhe do ta fitojnë nëse në të ardhmen do dëgjojmë edhe prej koalicionit tuaj thirrje që të votojnë Fatmir Deari. Le ta fitojnë edhe Butelin, le ta fitojnë. Jo, mbase atje është mbyllur qysh në raundin e parë. Zoti Fetaj, tash po rikthehemi tek Aleanca për Shqiptarët. E filluam me këtë, nga regjia më informojnë që jemi krejt në minutat e fundit. Mbrëm në këtë studio, po çdo herë po i referohem diskutimit të mbrëmshëm për shkak se ka pas një maraton të gjatë analitike dhe komente profesionale të ngjarjeve politike këtu në vend. Është diskutuar dhe mbase gjithë rënë dakord që humbsi më i madh i këtyre zgjedhjeve është BDI. A pajtoheni me këtë konstatim? Po gjithë janë humbs aty. BDI definitivisht, domethënë këtu Ali Ahmeti duhet. U konstatua që është humbsi më i madh BDI. Po, definitivisht. Tani, nëse marrim dhe analizojmë kur flasim për Aleancën për Shqiptarët, ju thatë që ish kryetarët tuaj janë një hiç për shkak të mungesës. Dikush tjetër e ka përdorur. Dakor, ju i referuat asaj që ka thënë zoti Sela për ju. Mirë po, tani Aleanca për Shqiptarët nga një parti që ka qenë kompakte dhe në realitet ka qenë edhe në zgjedhjet e fundit përcaktuese e kahjes politike në vend. Një parti e mirë strukturuar e shtrirë në vend. Edhe prap ka qenë kësaj radhe vetëm se në anën e Vlenit dhe jo në anën tjetër, sepse atje patën kundër efekt si me ju dëgju juve ju thoni në anën e duhur, me ju dëgju ata thonë në anën e duhur. Po, do të vim deri këtu. Po me që jemi në fund, zoti Fetaj, tani kemi 3 krah të Aleancës për Shqiptarët. Partia me unda në dysh është një fenomen i njohur në vendin tonë. Për herë parë Aleanca për Shqiptarët ka sjellë një risi ku partia është ndarë në 3. Në këtë drejtim, a është edhe Aleanca për Shqiptarët humbse e zgjedhjeve lokale, duke mos arritur asnjë kandidat i Aleancës për Shqiptarët për të marrë? Nuk është ashtu. Humbsit e këtyre zgjedhjeve, desha ta them start, po biseda po është shumë dinamike, më i madhi është padyshim Ali Ahmeti, i cili më e ka mbaruar karrierën politike dhe me pas pak burrni, ai duhet me dhënë dorëheqje, me ndërprej heshtin e tij, mu kthy nga Tirana ku ishte për protestë, unë i thash më mirë mos kthehet se do i humb zgjedhjet në një emision tjetër dhe ashtu doli. Humbsit tjerë janë Taravari, i dyti, padyshim, sepse nga 4 komuna ra në asnjë. Pra nga 4 në 0. Ai që i kërkonte 6 komunat e Ali Ahmeti, sot se ka asnjë dhe i ka borxh aktivistit të Aleancës për Shqiptarët të thotë që Arben Fetaj kishte të drejtë dhe të jap dorëheqje nga pozita e tij. Zjadin Sela ka qenë, më thonë, para 2 viteve në të njëjtën pozitë, është për keqardhje që 2 kryetarë radhazi i mori Ali Ahmeti, duke mos kuptuar asaj se ata nuk i sjellën asnjë dobi, sepse struktura e Aleancës për Shqiptarët ka vazhduar aty ku ishte dhe aty ku ka qenë çdo herë, si antipodi BDI-s, asnjëherë struktura votuesi i Aleancës për Shqiptarët nuk shkojnë te BDI. Vetëm ata 2 kanë mund shkojnë. Tani po ju pyes kështu, hipotetikisht, nëse është e pamundur të ndodhë në praktikë. Mbase e pamundura nuk ekziston skenën tonë, po hipotetikisht, nëse do të bashkohej Aleanca për Shqiptarët ashtu siç keni qenë para se të ndaheni, sa komuna i ka Aleanca për Shqiptarët? Po kjo është shumë hipotetike si pyetje, Abedin. Unë çfarë di është se në kuadër të negociatave ku ka qenë pjesë edhe Taravari, kemi folur për 5 komuna. Pas zhvillimeve, unë kam përkra kandidatin në Bugovin dhe kandidatin në Likov, në kuadrë të koalicionit Vlen.
qasja ka ndryshuar tërësisht, më thonë të gjitha kandidaturat kanë qenë kandidaturat të koalicionit, jo kandidatura partijake, sepse nuk ka qenë ideja të bëjmë pazare me komuna, ashtu si shka bërë Taravari me BDI-në dhe ashtu si shka tentuar ajë të bënë në kuadër të koalicionit Vlen. E rëndësishme këtu është që Vleni i fitoj bindshëm këto zgjedhje dhe se ata të cilët thirrëshin në referendume përjetuan referendumin në këto zgjedhje, përjetuan fitore plebiscitare të koalicionit Vlen dhe kanë ngel me zero. Thujse. Pastaj ju tha që edhe ndodhi referendumi. Po, referendumin ndodhi, kërkun referendum, fitun referendum, tash le të përballu me pasojat e referendumit dhe le dalin, le flasin, le ti komentojnë rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Kjo është me rëndësi për mua është me rëndësi po ashtu që Vleni çdo herë e më shumë po shkon drejt unifikimit në një subjekt. Do ta diskutojmë edhe këtë segment. Dhe besoj që kjo do jetë në rënd të ditës menjëherë pas rundit të dytë. Zoti Fetaj, a vlerësoni që pjesëmarrja juaj në koalicionin Vlen ka ndikuar në këtë rezultat që sot e ka koalicioni Vlen? Shumë qartë, madje unë besoj, shumë qartë. Çdo komunë që është fituar ka vullën edhe e strukturave të aleancës për shqiptarët, po në Struga aty janë Albrim Hoxha, Syria Rashidi, me krejt strukturën e aleancës për shqiptarët, po në Tearc, po në Dibër, struktura jonë 99% është aty në kuadrë të koalicionit Vlen, po në Tearc, po në Sarajni, Blerant Ramadani nuk ka bo fushat me strukturët e aleancës për shqiptarët, a ka bo strukturë me BDI-n, sepse ishte i vetmuar totalisht. Tearc e njëjta, Nazim Taipi nuk bante fushat me strukturat tona, i bante fushat me strukturën e BDI-s, dhe prandaj edhe sqarohet ky rezultat, se nuk mund është të sjellësh një element huaj në kuadër të BDI-s dhe të synosh fitore me një Blerand në Saraj, i cili nuk e ka asnjë mrapa, me një Nazim, i cili nuk e ka asnjë mrapa nga struktura e vet, ata nuk pranohen nga strukturat e BDI-s, e njëjta ndodh edhe me rezultatin në Gostivare, thash. BDI, Aleancë, Alternativ, kanë patur sa 28.000-30.000 vota, sot ata kanë dalë me sa, me 15.000 vota, më thonë është përgjysmu vota e tyre, sepse nuk është pranu imponimi i një prurje e një figure krejt izoluar në kuadër të një koalicioni apo të një partije që është antipodi i asaj prej nga vjen kandidati. Pra ju vlerësoni që aktualisht krahu i Aleancës për shqiptarët cilin në udhëheqjen jo është e shtrirë strukturalisht mirë në nivel vendi. Në çdo vend, shumica dërmuese e strukturave nga Struga deri në Likov janë me ne, disa njerëz janë mashtruar njëherë nga Sela dhe janë rikthyer një pjesë, tani edhe nga Taravari, edhe ata pak njerëz që kanë ngelur, andaj për shkak të mashtrimit, jo për shkak të bindjeve tyre, vetëm për shkak të mashtrimit, se ne do i fitojmë gjitha komunat, Vleni do ngelet me zero, se ashtu ka thonë Taravari aty. Ne do i morim 6, ata do ngelen pa asnjë, nesër ne do i kemi 9 deputet, Vleni do ngelet me 2 deputet. Këto plane kanë dështuar dhe unë besoj këto plane kanë dështuar sepse struktura e Aleancës për shqiptarët dhe votuesi i Aleancës për shqiptarët ngeli aty dhe e bëri këtë fitore bashkarisht me partitë e koalicionit Vlen. Zoti Fetaj, a është kompakt koalicioni Vlen dhe a është ky rezultat i zgjedhjeve lokale që është një katalizator për vazhdimsinë e këtij partneriteti tutje? Padyshim. Kur po flisni për drejt shkrirjes së koalicionit Vlen në një subjekt të vetëm, natyrisht lindi edhe ajo dilema më e madhe ose në fakt edhe barriera mbasi që ka penguar që mos bashkohet deri më tani Vleni në një parti politike, kush do të jetë lideri. Aktualisht në kuadër të koalicionit Vlen, pra kemi, nëse e përfshime dhe lëvizjen vetëvendose, pra kemi diku 5 lider, pra zoti... Edhe Arbëria shtua. Edhe lëvizja Arbëria, i keni nxjerrë vetëm probleme vetës me këtë shtime, sepse shtimi i numrit të liderëve, mbase është tani edhe një problem shtesë për juve që ta zgjidhni një lider. Mbrëm nga kjo studio, u pretendua që fitoria zotit Mexhidi në Çajir i hap rrugën për të udhëhequr tutje me koalicionin Vlen. Në rast të këtyre pretendimeve nga zoti Mexhidi, a do të kishte qenë e pranueshme për juve, zoti Fetaj, që koalicioni Vlen të udhëhiqet nga zoti Mexhidi? Këto çështje nuk janë diskutuar asnjëherë, për të thënë vërtetën. Koalicioni Vlen për momentin është federat partish, e cila ka shkuar duke u zgjeruar, siç e thatë, po edhe me vetëvendosjen, po edhe me lëvizjen Arbëria. Nuk është puna që kemi këtu 5-6 lider. Unë e shoh që pas këtyre zgjedhjeve lokale, ku do fitojmë
shumicën dërmuese, thuajse gjitha komunat në vend, do hapet rruga edhe për unifikimin e strukturave tona dhe përgatitjet për ndërtimin dhe formimin e një subjekti të vetëm, cili duhet të jetë koalicioni vlen. A keni ambicie zoti Fetaj ju për këtë pozicion? Nuk janë diskutuar këto çështje, asnjëherë nuk kemi folur për emrat përveçëm. Nëse veç po flasim për këtë temë, a keni ambicie zoti Fetaj ju për këtë pozicion? Po nuk flas hipotetikisht, abedin të shohim, po them, është proces. Ja, nuk është edhe çështje që s'e kemi menduar asnjëherë. Është proces i cili sepse je pjesë e një koalicionit në cilësinë e një lideri të një subjekti, cilin pjesë të subjektit që udhëheqni. Unë krejt të sinqert punoj çdo ditë drejt unifikimit të gjitha organeve të koalicionit vlen dhe drejt unifikimit të vlenit në një subjekt që është gjëja më e mirë, më e dëshirueshme edhe për vlenin, po edhe për skenën politike shqiptare në vend, në mënyrë që siç ndodhi në këto zgjedhje, edhe në ato paraprake të jenë dy bloqe të qarta dhe shqiptarët të kenë mundësi të zgjedhin më të mirën dhe mos fragmentarizohet vota dhe të kenë oferta konkrete, po edhe për kapacitete njerëzore, po edhe për programe, ajo është me rëndësi. Gjëra tjera duhet të diskutohen, është proces të cilin duhet të kalojmë dhe kemi me do e mos të kalojmë. Çështja e liderit nuk është e rëndësishme, sa është e rëndësishme shkrirja e strukturave poshtë dhe nivelin qendror, ka modele të lloj-llojshme përmes të cilave mund të zgjedhet çështja e liderit. Deklarativisht shpreheni të gjithë kështu, por tani do ta kuptojmë nëse është çështje e rëndësishme ose jo. Jo, nuk është shumë e rëndësishme, vetëm se te ne jemi mësuar që të kemi lider të përjetshëm. Mos harrojmë që kemi kryetar partish të cilët janë në skelë për 4 dekada gati po bëhen. Në vendet normale, vendet demokratike, liderët rrinë 1-2 mandate më shumti dhe lirojnë rrugën për kapacitete të reja. Ky duhet të jetë modeli me cilin funksionojnë partitë tona dhe jo të vazhdojmë këto, më thonë, modelet e vjetra të harxhuara, siç është modeli i BDI-s, ku i njëjti person është lider deri në humbjen, pak para pensionimit mbas moshës, arrin edhe pensionimin politik. Kjo nuk është modeli i mirë. Në politik, është një thënie më duket ka qenë e Arban Xhaferit, në politik nuk mbash mend si ke hyrë, por si ke dalë. Kur del me turp, edhe kur del me këtë humbje të thellë, nuk është. Me juve, zotë Fetaj, kemi shumë për diskutuar, mirë po me që jemi në fund, nga Maqedonia Veriut vazhdimisht dëgjohen thirrjet që sa më shumë diaspora dhe mërgatat kthehen vendin e tyre dhe të japin kontributin e tyre. Ju jeni pjesë e diasporës që jeni kthyer për të dhënë kontributin tuaj në vend, mirë po ka edhe kritik që vazhdimisht kërkojnë kthimin tuaj në Bruksel. A jeni penduar, zoti Fetaj, që u kthyet dhe a planifikoni të ktheheni në Bruksel apo do të qëndroni akoma? As pak, ndër vendimet më të mira që i kam marrë profesionalisht, politikisht, ishte kthimi padyshim, i cili nuk ka ardhur vetvetiju, ka qenë një angazhim i gjatë, siç e dini edhe ju personalisht, që më ka sjell deri në këtë pikë. Unë besoj që ata që bëjnë thirrje për kthimin tim, e bëjnë për shkak se janë prish do pazare, natyrisht në anën e shumë kundërshtarëve në kuadër të AKI-s, po edhe analistëve të blem, e të pagum prej tyre, sepse janë të shumt në numër. E dim kush, padyshim, e dim se kush merr paga prej sektorit PR-it BDI-s, me fakte e dim këto gjëra. Jo e dini, po ne nuk e dim. Nëse e dini, do duhet ta ndani edhe me publikun, zotë Fetaj. Nuk ka nevojë. Ju i dini, i shihni qendrimet dhe mjafton të shihni qendrimet për kuptuar se kush i financon ata njerëz. E vërtetë është se ka shumë analistë që paraqiten në studio televizive, shumë njerëz që thirrën në emër të medias, që janë vetëm se tuxhar, të cilët marrin paga mujore nga BDI. Besoj që me humbjen që e psuan në këto zgjedhje, pagat nështë do fillojnë t'ju ndalën dhe ata njerëz të reflektojnë dhe të kuptojnë që ky nuk është modeli mirë, nuk mundesh mu paraqit në mediume si analist i pavarur dhe në anën tjetër me marrë pagë mujore të majme nga BDI-ja. Kjo është modeli konsumuar, i harxhuar për të cilit duhet lëvizim një ditë më parë. Dakord, unë e thash pak më herët që kemi shumë për diskutuar, mirë po në interes të kohës tani do duhet ta përfundojmë këtë intervistë. Faleminderit shumë zoti Fetaj, ishte kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ndërkaq, ju shikues të nderuar, mirëmbëjtje deri në radhën ku do të diskutojmë me kandidatët të cilët vetë se kanë kaluar në raundin e dytë për zgjedhjet lokale. Deri atëherë mirëmbëjtje.